LSDM paralajmëroi se qeveria po përgatit terren për të pranuar propozimin francez. MPJ akuzon opozitën për dezinformata. Kryetari PD-s Sali Berisha e cilësoi si atentat ndaj fjalës së lirë vendimin e Shqipërisë për të shpallur non grata Valon Belën dhe Bekir Halimin. Temperaturat e larta, qytetarët shmangin daljet dhe ekspozimin në diell në këto ditë të nxehta. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se ngushtisa e Hormuzit do të rihapet shumë shpejt pasi negociatat me Iranin vazhdojnë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. LSDM paralajmëroi se qeveria po përgatit terren për të pranuar propozimin e Francës. Andrej Zhenovski nga kjo parti tha se ata kanë informacione nga Brukseli se qeveria Mickoski tashmë është pajtuar për këtë. Ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme hodhi poshtë akuzat e LSDM-s duke i quajtur ato si dezinformata. LSDM njoftoi se qeveria e Hristijan Mickoskit po përgatit terrenin për pranimin e propozimit francez. Antari i Këshillit Drejtues të kësaj partie, Andrej Zhenovski, tha se ministri i jashtëm Timço Mucunski para pak ditëve vetë pranoi se po bëjnë bisedime të fshehta. Se подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Ai beson se qeveria po përpiqet të krijojë një strategji për të paraqitur si fitore atë që deri dje, siç thot ai, ishte gënjeshtër dhe tradhti e lartë për ta. Ова сакам да ви го објаснам со тоа што сите заедно и како политичари, и како новинари, и како граѓани се зачудивме за наглиот пресврт во политиката и дипломатијата на Тимчо Муцунски. Се започна со тоа кога самиот призна дека ние не сме северно-македонци, како што ни тврдеа кога беа во опозиција, дека ние не зборуваме северно-македонски јазик, како што ни тврдеа кога беа во опозиција, туку напротив, дека денеска сме македонци и дека зборуваме македонски јазик. Ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme hodhi poshtë akuzat e LSDM-s se qeveria po përgatit pranimin e propozimit francez, duke vlerësuar se bëhet fjalë për një përpjekje për të krijuar histeri dhe për të dezinformuar opinionin publik. Në reagim thuhet se pretendimet për një marrëveshje të fshehtë ose negociata të fshehta janë të pavërteta dhe përbëjnë, siç theksohet, edhe një konstruksion tjetër të plasuar në opinion. Nga Ministria theksojnë se institucionet komunikojnë rregullisht me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, institucionet evropiane, Bullgarinë dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar, ndërsa bisedimet zhvillohen në mënyrë transparente. Nuk ka lëshime në lidhje me interesat kombëtare, identitetin, gjuhën dhe historinë. Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian mbetet përsaktim strategjik dhe objektivi përfundimtar i kësaj qeverie. Nga Ministria e Punëve të Jashtme shtojnë se ndryshe nga qeveria e mëparshme, politika e jashtme aktuale udhëhiqet me përgjegjësi në mënyrë parimore dhe në përputhje me interesat kombëtare. Shpallja non grata e Valon Belës dhe Bekir Halimit nga ana e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë kanë ditur reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berishës. Ai e cilëson shpalljen non grata të Belës si një atentat të rënd kundër fjalës së lirë, duke pretenduar se ky akt vjen pasi ai ka denoncuar publikisht qëndrimet e kryeministrit Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, dënon ash për vendimin e Ministrisë së Brendshme për të shpallur person non grata Valon Belën dhe Bekir Halimin. Berisha e cilësoi shpalljen non grata të Belës si një atentat të rënd kundër fjalës së lirë dhe duke pretenduar se ky akt vjen pasi ai ka denoncuar publikisht qëndrimet e kryeministrit Edi Rama. Kurse për ndalesën e imamit thot se vërtet nuk pajtohet me disa fjalë të tij, por thekson se vetë Edi Rama është i akuzuar në mënyrat më të ndryshme për keq trajtime të grave. Sot gjithashtu duhet të denoj me forcën më të madhe
shpallje non grata të gazetarit të shquar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bele. Valon Bele është nga ata luftëtar të lirisë, i cili nuk ka nda për idealet të lirisë pendën nga pushka. Dënoi gjithashtu edhe ndalimin e imamit. I përfajnë se pas ka thënë një fjalë që absolutisht nuk do të thoshte. Por mendësia e tij nuk mund të jetë kur shkak për të ndaluar hyrjen në një vend ku vrasjet e grave janë më të shumta se të në gjithë Europën të marrë bashku. Ministria e Brendshme e Shqipërisë një ditë më parë shpalli non grata dy shtetas të Maqedonisë së Veriut, Valon Belën dhe Bekir Halimin, për siç thonë veprime që cënojnë sigurinë kombëtare dhe rendin publik të Republikës së Shqipërisë. Masa e vënd ndaj tyre mësohet se do të jetë nga 10 vite secili, ndërsa ndaj Valon Belës u lëshua dhe urdhër dëbimi. Vendimi është marrë pasi Bela dhe Halimi, sipas tyre dyshohet se kanë zhvilluar dhe kryer veprimtari kundër shtetit shqiptar, e cila bie ndesh me interesat e sigurisë kombëtare dhe cënon rendin kushtetues të shtetit shqiptar. LSDM akuzoi qeverinë se ka shfrytzuar situatën në Gostivar dhe ka nënshkruar marrëveshje për blerjen e ujit të pishëm në vlerë prej 100.000 eurosh me kompaninë e kryetarit të komunës së Kavadarit, pa shpallur tender para prag. Ndërkaq qeveria akuzon LSDM-n për dezinformata dhe pse pranon se marrëveshjen e kanë nënshkruar pa tender, por thonë se ujin e kanë blerë më lirë se sa shitet në treg. Qeveria e Maqedonisë demanton fuqishëm, siç thotë, tentimet për manipulim të LSDM-s se kanë keq përdorur situatën në Gostivar. Pasi sipas tyre pretendimet e opozitës janë të pasakta dhe dezinformata plotësisht të sajuara. Ata e pranojnë se tenderi është bërë me marrëveshje mes Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta dhe kompanisë Kozhuvçanka, por thonë se ujin e kanë blerë më lirë se sa shitet në treg. Është fakt se një shishe ujë prej 1.5 litër e cila me pakic shitet së paku 25 denar, qeveria e ka blerë me çmim 12.5 denar. Këtë e ka mundësuar kompania Kozhuvçanka, e cila ka marrë pjesë në tender me kontributin e vet, me qëllim që të ndihmojë qytetarëve dhe institucioneve në kushte të situatës në krizë. LSDM akuzoi qeverinë se ka shfrytzuar situatën momentale në Gostivar që të nënshkruajë marrëveshje për blerjen e ujit për pije në vlerë prej 100.000 eurosh, pa shpallur tender para prag edhe atë me kompaninë e cila është në pronësi të kryetarit të komunës së Kavadarit. Ndërsa qytetarët e Gostivarit kanë pirë ujë të kontaminuar, qeveria e Mickoskit përmes Shërbimit për Punë të Përbashkëta dhe të Përgjithshme të qeverisë ka lidhur një kontratë për blerjen e ujit të pishëm me vlerë 100.000 euro. Për shkak të krizës, kontrata u lidh me negociata të drejtpërdrejta pa shpallje publike. Sipas të dhënave nga sistemi elektronik i prokurimit publik, kontrata prej 100.000 eurosh e lidhur me kompaninë Kozhuvçanka u lidh pa shpallje publike. Byroja e prokurimit publik dha mendim pozitiv për procedurën pasi ishte një prokurim me urgjencë. Më 19 korrik, pasi në Gostivar u ndalua uji për pije, qeveria përmes Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta nisi një iniciativë për të dërguar atje nga 50.000 litra ujë për pije në ditë. Qytetarë shmangin dalje dhe ekspozimin në diell në këto ditë të nxehta ku temperaturat kanë arritur në 40 gradë Celsius. Ata thonë se pjesën më të madhe të kohës e kalojnë në ambiente të mbyllura dhe se është normale që perat të jetë nxehtë. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin dhe po vënë në provë përditshmërinë e qytetarëve në nënvapën përvoluese, shumë prej tyre po ndryshojnë rutinën, duke shmangur dalje të gjatë orëve më të nxehta të ditës dhe duke kërkuar mënyra për të mbrojtur nga të nxehtit. Qytetarët gjithashtu po kërkojnë hije, freski dhe sa më pak ekspozim në diell, ndërsa përpiqen të përballojnë vapën që ka përfshirë vendin. Ata po ashtu thonë se më shumë preferojnë të kalojnë ditën brenda në shtëpitë e tyre, duke u freskuar nga kondicionerët.
Super, nuk o sefte sot, si hojë kur disë dunjoja që kjo temperaturë. Po njerëzit janë të lishtë, nasë edhe shkur të Shqip, memorin zero. Jo, as pak, jo mësu. So bëjat kurzo, regulli sabah aksham, edhe fëtot. Mirë është, duhet vera në zejt, duhet tjetë. Ndikojnë, normal. Njerëz të moshum, njerëz të smut, që ka janë kronik, normal që ndikojnë. Po, mundësisht po. Mrejna ma shumë rrinë. Ndërkohë një qytetare theksoi se preferon të qëndrojë më shumë në shtëpi dhe të konsumojë më shumë ujë. Sedam doma povek, izbegnuvem definitiv. Pijem voda i uživamo lat. Dobro, ne vero. Jesam navik na të temperaturë, možem i ladni toplo. Ništa, puštam nekaš, kliman, štak. Pavarësisht vapës së madhe, qytetarët po përpiqen të vazhdojnë aktivitetet e tyre të përditshme, duke u përshtatur me temperaturat e larta. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë u ka bërë thirrje punëdhënësve që t'i mbrojnë punëtorët nga vala e të nxehtit me temperatura që arrin deri në 40 gradë Celsius dhe që ka përfshirë vendin. Nga LSM kërkoi që punëdhënësit të respektojnë masat për siguri dhe shëndet në punë, të reduktojnë ose të ndërpresin punën në ambiente të hapura gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të sigurojnë të gjitha mjetet dhe masat e nevojshme për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëtorëve në këto kushte. Ruajtja e jetës dhe shëndetit të punëtorëve në këto kushte të temperaturave ekstreme është me rëndësi të jashtëzakonshme dhe të gjithë së bashku duhet të kujdesemi për shëndetin e punëtorëve dhe qytetarëve, pasi ata janë shtytësit e shoqërisë, thuhet në reagimin e LSM-s. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë gjithashtu kujton punëtorëve se nëse të drejtat e tyre nuk respektohen, ata mund të raportojnë këtë te përfaqësuesit sindikal, përfaqësuesi punëtorëve për siguri dhe shëndet në punë në Inspektoratin Shtetëror të Punës, si dhe në pranë vetë LSM-s. Në 24 orët e fundit në Maqedoni u regjistruan gjithsej 22 zjarre në sipërfaqe të hapura dhe të gjitha janë shuar me sukses, raportoi Qendra për Menaxhimin e Krizave. Në raportin e saj të mëngjesit, zjarret u shuan në disa lokasione në të gjithë vendin, duke përfshirë komunat Quqer-Sandev, Karposh, Gazibab, Gjorgje Petrov, Manastir, Prilep, Strug, Kriva Palank, Tetov, Zhelin, Kavadar, Kumanov, Qendër, Haraqin dhe Gostivar. Shumica e ndërhyrjeve kishin të bënin me zjarre në bimësi të ullët, barë të thatë dhe shkure, dhe zjarre në deponi, djegje druri, si dhe një zjarë në një pyll të degraduar me kërcel të ullët. Qendra për Menaxhimin e Krizave u bën apel qytetarëve që të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm gjatë lëvizjes dhe qëndrimit në hapësira të hapura, me qëllim parandalimin e shfaqjes së zjarreve të reja, veçanërisht gjatë periudhave të temperaturave të larta. Deka e BDI Saraje ka sisuar si skandal të rënd institucional vjedhjen e mjeteve financiare nga qarkullimi ditor i ndërmarrjes publike komunale të Sarajit. Ata pyesin nëse kanë qenë funksionale kamerat e sigurisë dhe sistemi i kontrollit hyrje-daljeve në objekt në momentin kur pretendohet se ka ndodhur ngjarja dhe se është shuma e mjeteve financiare që pretendohet se është marrë. Pretendimet për vjedhjen e mjeteve financiare nga qarkullimi ditor i ndërmarrjes publike komunale të Sarajit kanë nxitur reagimin e degës së BDI-s në Saraj. Sipas njoftimit të NPK-s, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur gjatë fundjavës së zgjatur në zyrën e drejtorit, duke e cilësuar rastin si një skandal të rënd institucional. Nëse dyshimet vërtetohen, zëdhënësi i degës së BDI-s në Saraj, Fevzi Ebibi, kërkoi sqarime publike nga komuna e Sarajit dhe drejtuesit e NPK-s, sa u bëri thirrje edhe organeve kompetente që të hetojnë plotësisht rrethanat e ngjarjes. Nëse këto pretendime rezultojnë të sakta, atëherë bëhet fjalë për një nga skandalet më të rënda institucionale që ka njohur ndonjëherë komuna e Sarajit. Një ngjarje e tillë cenon seriozisht kredibilitetin e institucionit, sigurinë e pasurisë publike dhe besimin e qytetarëve ndaj komunës dhe institucioneve të saj. Edhe më shqetësuese është heshtja e kryetarit të komunës Sarajit, Muhamet Elmazi, përballë një ngjarje të këtij dimensioni
Ai ngriti një sër pyetjesh mbi sigurinë e institucionit, shumën e mjeteve të zhdukura dhe mënyrën e ruajtjes së tyre. Prandaj publikisht kërkojmë përgjigje të qartë për këto pyetje. A kanë qenë funksionale kamerat e sigurisë dhe sistemi i kontrollit të hyrje-daljeve në objekt në momentin kur pretendohet se ka ndodhur ngjarja? Pse nuk kanë qenë në krye të detyrës rojet e sigurimit dhe kush mban përgjegjësi për këtë lëshim? Sa është shuma e mjeteve financiare që pretendohet se është marrë dhe në çfarë baza juridike ato mjete janë mbajtur në zyrët e drejtorit. EBIP-i kërkoi që institucionet kompetente, përfshirë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Prokurorinë Publike, ta hetojnë rastin në mënyrë të plotë, të paanshme dhe transparente, me qëllim identifikimin e autorëve dhe verifikimin e çdo përgjegjësie të mundshme. Presidenti Amerikan tha të martën se ngushtica e Hormuzit do të rihapet shumë shpejt pasi negociatat me Iranin vazhdojnë, ndërsa paralajmëroi Teheranin se SHBA-ja do të ndërmerrë veprime të forta ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje. Ngushtica do të hapet shumë shpejt ose ata do të goditen shumë fort dhe pastaj ngushtica do të hapet, tha ai për Fox News. Trump tha se më parë ka qenë i përgatitur për të nisur sulm të madh kundër Iranit, por ra dakord për negociata pasi zyrtarët iranian kërkuan bisedime. Ai më dështoi se Irani do të përballet me një përgjigje të ashpër nëse braktis negociatat, duke përsëritur se Teherani nuk mund të lejohet të zhvillojë armë bërthamore. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not. Izraeli vrau 4 palestinez të tjerë në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, duke quar numrin e të vrarëve nga gjenocidi në 73.381, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu. Në raportin e saj të përditshëm statistikor, Ministria tha se spitalet morën trupat e 4 palestinezëve, duke përfshirë 2 që u nënshtruan plagëve të mëparshme dhe 2 trupat e të cileve u nxorën nga rënojat. Ushtria izraelite ndërkohë vazhdon të shkel marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke kryer bombardime të përditshme. Një numër viktimash mbeten të bllokuar në rënoja dhe në rrugë, jashtë mundësive të ambulancës dhe ekuipazheve të mbrojtjes civile, tha ministria. Shkeljet izraelite të armëpushimit kanë vrarë 1.254 palestinez dhe kanë plagosur 4.121 të tjerë, sipas ministrisë. Numri i përgjithshëm nga gjenocidi i Izraelit, që nga 8 tetorit 2023 është rritur në 73.381 të vrarë dhe 174.231 të plagosur, ka shtuar ai. Viktimave masive, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Izraeli ka shkatruar rreth 90% të infrastrukturës civile të Gazës. OKB-ja vlerëson se rindërtimi do të kushtojë rreth $7 miliardë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se 17 persona u vranë dhe 24 të tjerë u plagosën në sulme gjatë natës në Kiev dhe rajonin përreth. Sulmi përfshin 24 raketa balistike, 4 raketa Tsirkon dhe Onyx dhe 115 dronë, shumë prej të cilëve me motor reaktiv, dhe tha Zelensky në një deklarat në Telegram. Depot, infrastruktura dhe një stacion hekurudhor ishin midis objektivave, shtoi ai. Zelensky bëri thirrje për rritjen e furnizimeve me interceptor të raketave balistike në Ukrainë, duke i kërkuar grupit G7 dhe BE-s të vendosin sanksione shtesë ndaj prodhuesve rusë të raketave balistike. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja e saj ajrore interceptoi dhe shkatroi 475 dronë ukrainas mbi rajonet ruse dhe detin e Zi dhe Azov gjatë natës. Moska i ka intensifikuar sulmet me raketa ndaj Ukrainës në një kohë kur vendi po përballet me mungesë të madhe të sistemeve të mbrojtjes ajrore të afta për të shkatruar raketat balistike me shpejtësi të lartë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka mbledhur grupin parlamentar të partisë një ditë para seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, një ditë më parë, Abdigjiku takua me kryeministrin e detyrë, njëherët kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Takimin e cilësoi të mbarë, por deklaroi se duhet marrëveshje gjithëpërfshirëse për të 3 postet: kuvend, qeveri e presidencë. Po ashtu ka thënë se LDK-ja nuk e do postin e kryetarit të kuvendit. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokrate të Kosovës, Hikmete Bajrami, ka deklaruar se kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti po i ofron LDK-s pjesëmarrje në qeverinë e re, por sipas saj një marrëveshje mirë do të ishte që presidenti t'i takojë LDK-s. Bajrami tha se kërkesa e LDK-s për presidentin është e arsyeshme, pasi do të siguronte një balancim të pushteteve në vend. Më shumë t'ja detoj, sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë. Shkruan së nërorë, këtu është fundi lajmeve, ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.